Se një nga arsyet që demokracia ka degeneruar Shqipëri në një treg politik duopol, pra dy partitë, njëra në pushtet dhe tjetra në opozit, është ky kod zgjedhor, të cilin e kanë bërë bashkë nga 2008, 2004 edhe 10 në 2005 i dha një vëllëse të fundit. Por e kanë parë që me këtë kod zgjedhor, me këtë kamuflim dhe përdorim që po e bëhet pasurie publike dhe politikës, do të ngeli një opozit në shuarje dhe kjo opozit tërkohon në opozit. Por në vendet vogla si ne, kur preken parametrat e stabilitetit, për të jemi të bindur, dhe le të thonë që jo po ne kemi mirë me politikën e huaj, e ka mirë me një grup, po jo me pjesën tjetër, në kontakte që kanë pas që nga viti 2000 të paktën, me politikanë shumë të rëndësishëm, minimumi gjerman, se më vonë janë zgjeruar kontakte, ata kanë kërkuar gjithmonë stabilitet. Në atë kohë në kërkonin të ruanin kufin, që të mos kishin flukse migratore nga Azia, Lindja Mesme dhe Afrika në Shqipëri, por edhe pjesën e fluksit të drogave që nuk ishin ka shqetësuese në atë kohë, se tani janë dhe më të mëdha. Tani kemi dhe të mos eksportojmë atë krimin organizuar që kemi brenda dhe mundësisht ta shohim atë. Kjo është shumë i fuqishëm. Pra bëhet fjalë për biliona euro apo dollar që janë në duart e një krimi të organizuar dhe ordiner, po që fatkeqësisht po i pastrojnë ato para dhe kanë marrë koncesione jo vetëm në ekonomi, po dhe në politikë. Për këtë arsye, domethënë, na shohim me shumë vëmendje se si do ta rimëkëmbim demokracinë